Ideja nuk është, fakti është që Teherani po sulmon më shumë vende muslimane. Po. Pra, Oman, Emirate, Sepse janë në ndikimin izraelit. Të lutem. Sepse Të lutem. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, Kuvajti janë të gjitha në ndikimin izraelit. Kush është marrë me marrëdhënie ndërkombëtare? Dhe po godet bazat ushtarake amerikane. Kush është marrë me marrëdhënie ndërkombëtare, të lutem, shumë kohë para 2010-s, rivaliteti sunit-shia është rivaliteti vërtet në lindjen e mesme, s'ka lidhje fare me Izraelin. Këto janë broçkullat e disa vendeve. Sot Teherani po sulmon vendet arabe. Sepse janë bazat ushtarake amerikane. Të lutem, dhe këta gjitha arab. Se pranon që janë bazat ushtarake amerikane. Po godet bazat ushtarake amerikane. Baza ushtarake ka edhe në Aviano. Edhe në Itali, ka edhe në Gjermani. Po shumë larg aty po flasim për vendet e se këta bëjnë shaka. Shqipëria është e rrezikuar? Dgjoj. Se ti e marr me këtë pjesë edhe. Mund t'ju them që ka disa elementë ushtrisë son që në titull personal janë në alert. Të gjitha ushtrit e NATO-s sot janë në alert. Sepse çdo gjë mund ndodhi. Për shembull, një raket që u nis nga Teherani drejt Ballkanit, dëgjoj, rrezja mund të shkojë deri në Angli, e kap Shqipëria është në mes të rrezës së kapacitetit iranian. Irani ka kapacitet shumë fuqishëm. Patjetër, asnjë lloj problemi. Imagjinoni sikur ajo raketa mos ishte interceptuar nga NATO në Turqi, po të vinte të kalonte deri në Ballkan. Është e mundur. Ne jemi një target. I kemi ndërprerë marrëdhënie diplomatike. Pra kemi zbuar gjithë stafin diplomatik të Iranit. Jemi duke mbajtur një kamp të mujahedinëve, të një të shoqëruara opozite iraniane që nuk është në terma të mirë me regjimin e ajatollave. Jemi një vend armiqësor, vet Khamenei na ka përmendur me emër gjatë një fjalimi, kështu që jemi vend target. A jemi në Gjermani ka thënë, Gjermania ka dhënë urdhër, jo domethënë kanë a jemi asnjë lloj mase nuk janë marrë. Po ne sfidojmë Zotin, o Erion, ti nuk e di. Ne sfidojmë Zotin, ne në momentin e kryqëzimit të Jezu Krishtit para 2000 vjetëve, ne do I thonim, mos e qaj kokën vlasë e rregullojmë, mos ki më rak, fare. Ne kështu jemi mo. O Endri, po pse qesh mo Endri? U është për qarë mo? Jo, për kështu thonë, për Jezusin qesh si qesh. Pse qesh o Endri? Se çka një qetësi ky që e ruan Endri? Endri. Si qa po mendon? Nuk më duket? Do të bësh një reklam tjetër? Nuk më duket. Aq ishte për më. Ja, një sekond, do vim mbas Endrit. Nuk të duket çfarë? Jo, nuk më duket që jemi të rrezikuar, ë? Jo, nuk më duket që jemi të rrezikuar për sa i përket kapaciteteve. Njerëzit janë trembur ama. Nuk thash që do, më fal. Njerëzit janë për ta precizuar, nuk thash që do ndodhi. Thash duhet jemi në alert më tepër për kujdes. Po çfarë alerti, ne s'kemi edhe ku futemi tani. Atëherë për s'kemi ku futemi. Kemi bunker. Ku I kemi? Jo, ne jemi shumë pajisur, plot. Ku? Hajde me mua një xhiro ande nga Vlora, të tregoj unë ca vende. Po flasim për Tiranë. Se bunkartin, pak e ke fresku, lart, bravo. Nuk ka. I madh. Endri është më I qetë. Jo, kapacitetet ushtarake tani, domethënë nuk janë të tipit tillë që mund të kryejë një veprim tillë, që mund të arrijë një gjë. Janë disa sisteme për të mbrojtur, është ke sistemet ato që janë THAAD, bateritë që kapin në stratosferë, ke sisteme Aegis, jo, Javelinët është për tank. Ke sistemet THAAD, ke sistemet Aegis, ke sistemet SM-3, janë shumë sisteme të cilat kapin një gjëra të tilla dhe mbrojtja e NATO-s është me shumë shtresa dhe për më tepër